Kryeministri Rama u kërkon fermerëve të aplikojnë për të përfituar nga skemat mbështetëse duke kritikuar krerët e bashkive të punojnë në këtë drejtim. Rama tha se suksesi për të bërë pjesë e tregut të BE-s arrihet me bashkimin e fermerëve. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, apeloi për çuarjen përpara të reformave që kërkon në BE duke u fokusuar te lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai tha se SPAK nuk duhet pengohet në punën e tij. Opozita do të mbajë në 10 shkurt protestën e radhës kombëtare përpara kryeministrisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se opozita nuk do të ndalë revoltën e saj në sheshe me qytetarët deri në largimin e qeverisë. Për Këshillin e Europës, përdorimi i masës së arrestit në burg nga Shqipëria është i tepërt dhe i parsyetuar. Deklaratën e ka mbështetur edhe kryeministri Rama që thotë se është skandaloze që kemi më shumë të paraburgosur se të dënuar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi 3 milion faqe të reja nga dosja Epstein me 2.000 video dhe 180.000 foto. Veç Trump e Clinton dali dhe emrat e Bill Gates, që u smur pas kryes së marrëdhënieve seksuale me një ruse si dhe të Elon Musk. Kristian Aslani bëhet pjesë e Beşiktaşit në Turqi. Ai u huazua deri në fund sezonit, klubi turk mund ta blejë nga Interi për 10 milion euro, ndërsa Reimana i mbyll zyrtarisht aventurën me klubin e shehikëve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Zonja dhe zotëri, përshëndetje, mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh. Në një diskutim të hapur me fermerët e Divjakës, kryeministri Rama u kërkoi atyre që të aplikojnë për të përfituar nga skemat mbështetëse të qeverisë. Skema kombëtare për 2026 për bujqësinë parashikon afro 20 milion euro në formën e granteve dhe 31 milion euro subvencione direkte për fermerët. Paratë, thot qeveria, nuk mungojnë, por ato nuk po shkojnë dot të gjitha tek fermerët. E për të arritur që të gjitha financimet që vijnë në dispozicion të këtij sektori, si nga buxheti ashtu dhe nga fondet e Bashkimit Evropian apo mekanizmat të tjerë të kredive të garantuara nga shteti, të mund të investohen në bujqësi, qeveria ka nisur nga Divjaka një cikël dëgjesash me fermerët. Kryeministri e sheh problemin tek pushteti lokal që duhet të asistojë sipas tij fermerët për të hartuar projekte fituese, por edhe për të aplikuar për kredite buta. Kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit për të adresuar këto financime. Rama prej 13 vjetësh përsërit se suksesi i bujqësisë qëndron tek bashkimi i fermerëve, aq më tepër tani që vendi po përgatitet për të futur në tregun evropian, ku volumi dhe cilësia, thot ai, janë thelbësore. Po të bashkohesh me tjetrin në krah, me tjetrin atje, atëherë ndryshon puna. Dhe këtu nuk flasim fare për bashkimin si dikur, flasim për bashkimin në interes, që do thotë ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh. Zëvendës kryeministri Balluku, që është drejtuese politike e qarku të Fierit, foli për thjeshtësimin e skemave të subvencioneve. Vitin 2025 me mbi 600 milion lek të vënë në dispozicion të skemave, të cilat janë ezauruar në 95% të tyre. Për shkak të agjendës në Tiranë, Rama kërkoi mirëkuptim për t'u larguar i pari, por një nga fermerët e pranishëm insistoi për t'i adresuar vetëm atij shqetësimin për konkurrencën që po i bëhet prodhimit vendas nga produktet e importit, çka shkaktoi një debat mes të dyve. Miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Kështu që me zor ti nuk imponohesh mbi të tjerët që ta marrësh fjalën haroe mbylljen e kufive. Mbyll kufit që të çesësh ti prodhimin, pastaj të hapim kufit që të vi prodhimi që ti mos konkurrohesh. Nuk ekziston kjo. Ministri i Financave lajmëroi se në Vjesh do të hapet i par 3, që do të vendos një fond prej 118 milion eurosh për bujqësinë shqiptare. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, apeloi për çuarjen përpara të reformave që kërkon integrimit duke u fokusuar në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai tha se SPAK nuk duhet të pengohet në punën e tij.
Andreas Schieder, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, gjatë një konference për shtyp në Tiranë, vlerësoi ecurinë e deri tanishme të procesit të negociatave. 90% of the population. Mbi 90% e qytetarëve shqiptarë duan integrimin. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'i tregojë Shqipëria Europës. Mësova që ka unanimitet për disa çështje të politikës së jashtme, do doja që çështje të tilla europiane të sjellin ndryshimin e kulturës edhe në çështje të tjera. Shqipëria ka pasur ecuri madhore në procesin e negociatave. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian komentoi gjithashtu situatën politike në vend. Duke folur për protestat e opozitës, ai tha se perceptimi që prodhohet nga pamjet e mediave ndikon tek europianët, edhe pse është i ndryshëm nga realiteti. Demokracia me Molotov nuk është e mirë. Javën e shkuar pam fotografi në media për protestat që dukeshin dramatike. Pastaj kur vjen këtu dhe sheh një situatë më pak dramatike. Duhet të jeni të ndërgjegjshëm edhe për perceptimin që prodhonin nga mediat në mendjen e qytetarëve europian. Schieder deklaroi se Parlamenti Evropian mbështet punën e SPAK-ut dhe nënvizoi se nuk duhet të ketë ndërhyrje në ligjet e reformës në drejtësi. Puna e SPAK të mbetet e pandërprerë dhe të mos pengohet nga institucionet të tjera. Shqipëria duhet fuqizojë luftën kundër korrupsionit. Çdo ndryshim që minon reformën në drejtësi dhe punën e SPAK mund të sjellë një dëm shumë të rëndë të reputacionit të Shqipërisë. I pyetur për akuzat ndaj zëvendës kryeministres Balluku, ai tha se Parlamenti Evropian nuk mund të bëjë komente, por u shpreh se është standard i mirë që institucionet të kryejnë punën e tyre. Ndër të tjera, Schieder theksoi se ligjet që Shqipëria po miraton në funksion të integrimit evropian nuk duhet të bëhen vetëm për të kënaqur Bashkimin Evropian, por mbi të gjitha, duhet t'i shërbejnë mirëqenies së vendit dhe qytetarëve të tij. Pas deklaratave të Andreas Schieder ka reaguar kreu i Partisë Demokratike, i cili tha se opozita nuk do të ndalë revoltën e saj në sheshe me qytetarë deri në largimin e qeverisë. Gjithashtu, Berisha njoftoi se protesta e radhës do të zhvillohet në datën 10 shkurt. Në 10 shkurt opozita do të zbresë në rrugët e kryeqytetit për të protestuar për largimin e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Vendimin Sali Berisha e mori pas një takimi që pati me përfaqësuesit e partive aleate dhe themeluesin e forumit për dialog politik Ermal Hasimja. Revolta dhe vetëm revolta është rruga e përmbysjes së diktaturave autokratike. Ftoj me datën 10 shkurt të gjithë shqiptarët në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria kundër regjimit të drogës, krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Një përgjigje kryedemokrati pati edhe për raportuesin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë Andreas Schieder, i cili në vend të molotovëve e ftoi opozitën të luftojë me argumenta të forta në skenën politike. Shqiptarët pristin, prej tij presin nga Brukseli, kërkesën për të mbrojtur standardin europian, i cili edhe 12-13 vite më parë në këtë vend detyronte ministrat për koincidencë dhe zëvendës kryeministrin para se të votonte parlamenti të dorëzonin imunitetin. Zoti Schieder, për fat të keq, as dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian ambasadori Gonzato nuk e kërkuan këtë. Majoranca s'ia mbylli sërish derën e bashkëpunimit për reformën territoriale, teksa e hëna ishte edhe shansi i fundit për demokratët. Bllokimi që i bëjnë drejtësisë dhe mbrojtja që i bëjnë vjedhjeve miliardsha të Edi Ramës dhe Luvi Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Berisha tha se Partia Demokratike refuzon prerëzi çdo formë bashkëpunimi e dialogu me Partinë Socialiste, përsa kohë që opozitës nuk i respektohen të drejtat e saj në parlament. Për Këshillin e Europës, përdorimi i masës arrestit në Burg në Shqipëri është i tepërt dhe i paarsyetruar. Deklaratën e ka mbështetur edhe kryeministri Edi Rama, që thotë se është skandaloze që kemi më shumë të paraburgosur se sa të dënuar. Këshilli i Europës, por dhe përfaqësues të drejtësisë europiane i cilësojnë të egzageruara masat e sigurisë arrest në paraburgim të dhëna nga gjykatat shqiptare. Shqetësim ky që është përsëritur shpesh dhe nga kryeministri Edi Rama vitin e fundit, si dëshmi se numri i lartë i të paraburgosurve ka alarmuar dhe ndërkombëtarët. Rama ka postuar fjalimin e drejtorit përgjithshëm për drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në Këshillin e Europës dhe zëvendës prokurorin e përgjithshëm në gjykatën e lartë të kasacionit të Italisë, mbajtur në një konferencë të nivelit të lartë organizuar ditën e
komente në Tiranë nga Ministria e Drejtësisë. Paraburgimi mund të justifikohet në një rast të caktuar vetëm nëse ekzistojnë tregues specifik për një nevojë reale të interesit publik. Është përgjegjësia e autoriteteve gjyqësore kombëtare të sigurojnë që në një rast të caktuar, paraburgimi i një personi të akuzuar të mos tejkalojë një afat të arsyeshëm. Për këtë qëllim duhet respektuar parimi i prezumimit të pafajësisë. Autoritetet duhet të shqyrtojnë të gjitha faktet që flasin pro ose kundër ekzistencës së kësaj nevoje të interesit publik dhe t'i pasqyrojnë ato në vendimet e tyre mbi kërkesat për lirimin. Problemi kryesor i praktikës së paraburgimit në Shqipëri është përdorimi i tepruar dhe i pamjaftueshëm i arsyetuar i kësaj mase. Marrja e një mase siguruese nuk ka nevojë që të ketë si premisë që personi të jetë fajtor përtej dyshimit arsyeshëm. Na duhen indicie serioze apo baza të arsyeshme për të thënë gjyqtarëve që metodologjia e vlerësimit është e njëjtë si për shpalljen e fajësisë, ashtu edhe për masat siguruese. Masat e paraburgimit mund të zbatohen vetëm në ato procese që përfshin vepra penale të ndëshkuara me ligj me dënim deri në 1 vit burg. Vetë kryeministri komenton si alarmante masat e sigurisë të vendosura nga gjykatat, duke u bazuar vetëm mbi indicie dhe jo prova. Arresti me burg pa gjyq si praktik normale në Shqipëri ka sjellë rezultatin skandaloz të një vendi evropian me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, duke alarmuar Këshillin e Evropës. Dyshimi i arsyeshëm, kjo formulë që ka marrë në qafë shumë njerëz që në fund kanë dalë të pafajshëm, por edhe të dërmuar psikologjikisht, apo që mban sot në përburgje pa gjyq njerëz që nesër mund të dalin të pafajshëm, është një ndër disa pikat mbi të cilat duhet të reflektuar seriozisht, për ta bërë Shqipërinë një vend që prezumimi i pafajësisë të mos dhunohet nga prezumimi i fajësisë. Derisa Teo Byll, gjyqtar belg që ndërhyri virtualisht në konferencë me një fjalim, ju referua praktikës që ndiqet në Belgjik, ku përdoren masa alternative, si monitorimi elektronik për të zëvendësuar paraburgimin, çka ka ulur sipas tij ndjeshëm numrin e të paraburgosurve. 380 dënuar parashikohet që dalin nga qelit, 900 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi si pasojë e amnistisë që pritet miratohet së shpejti në parlament. Më shumë se 10.000 persona do të përfitojnë nga amnistia penale që pritet së shpejti të marrë vullën e qeverisë Rama. Mbi 7.700 prej tyre kanë procedime për drejtimin e parregullta të automjeteve. Më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi, kemi shumë të tjerë që përfitojnë nga shure e ndjekjes penale, që ka të bëjë me drejtimin e parregullt të automjetit. Në total, vetëm për vitin 2024, llogaritin 7.711 procedime të regjistruara në organin e akuzës. Pra këto shohen menjëherë pas miratimit të projektligjit për amnisti. Nga amnistia penale nuk do të përfitojnë ata që janë dënuar nga GKKO. Lamallari tha se është shokues numri i lartë të paraburgosurve që ndodhen në burgje, shumë prej tyre të futur aty për një kohë të gjatë. Sipas Instatit, në rrugët e vendit tonë qarkullojnë mbi 1 milion automjete. Numri i automjeteve në qarkullim në rrugët e Shqipërisë shënon rekord historik. Mbi 1 milion automjete qarkullojnë çdo ditë në rrjetin rrugor shqiptar, atë urban dhe rural. Të dhënat e Instat tregojnë se tremujori i fundit i vitit që lan pas regjistroi 1.048.092 mjete. Ndërto, autoveturat përbëjnë 80.8% të mjeteve gjithsej, të ndjekura nga motorët me 6.1% dhe automjetet për transport të përzierë me 5.8%. Tirana zë peshën më të madhe me 34.7% të mjeteve gjithsej, ndjekur nga Durrësi me 13.6%, ndërkohë Gjirokastra dhe Kuksi kanë numrin më të ulët të mjeteve, përkatësisht me 2.1% dhe 2.4%. Gjatësia e rrjetit rrugor në shfrytëzim është mbi 3.600 km, klasifikuar sipas kategorive si autostradë, rrugë interurbane kryesore, rrugë interurbane dytësore, rrugë urbane dhe rrugë lokale. Rrugët interurbane dytësore zënë rreth 74.2% të gjatësisë së rrjetit rrugor. Rritja e numrit të mjeteve në rrugët e vendit vjen edhe për shkak të importit të lartë të tyre. Në mjetet e regjistruara për herë të parë, Volkswagen kryeson me 18.6%, e ndjekur nga Mercedes-Benz me 17.5%. Kompania Danone ka njoftuar se qumshti Aptamil ka patur probleme, ndërkohë në vendin tonë kompania Rossmann Lala ka bërë të ditur se ka tërhequr të gjithë produktin fjalë nga dyqanet e saj.
Kompania Danone ka njoftuar tërheqjen nga tregu të një produkti qumshti pluhur si mas paraprake sigurie. Vendimi lidhet me dyshimet se një nga seritë e prodhimit mund të përmbajë mikroorganizma ose baktere. Ky produkt shitet edhe në tregun vendas, ku tregtarët duhet të marrin masa për ndalimin e shitjes së tij. Një prej tyre është e kompania Rosman Lala. Ky e fundi në një sqarim publik informon qytetarët se ka tërhequr të gjithë produktin nga dyqanet. Në kuadër të transparencës, këto janë dy seritë e prodhimit për të cilat kompania Danone kërkon tërheqjen e tyre nga tregu. Megjithatë, kompania Danone njofton se deri më tani nuk ka raportime zyrtare për praninë e mikroorganizmave, por kjo mas konsiderohet paraprake deri në një analizë finale të produktit. Qumshi shitet edhe në dyqane, markete dhe farmaci, ndaj apeli që vjen për konsumatorët është që të bëjnë kujdes dhe të verifikojnë kodet e sigurisë së prodhimit. Kompania Rosman Lala, si një nga tregtarët në vend, informon konsumatorët se çdo produkt i bler në rrjetin e dyqaneve do të rimbursohet, por nuk dihet a do të kenë të njëjtin qëndrim edhe subjektet e tjera tregtare. Deri në një analizë finale, ftohen konsumatorët të mos e konsumojnë këtë produkt. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.